Se a njihni një njeri, juve, që ka shkuar te një biznesmen, i thonë që i dashur apo e dashur, unë që me ken bici, unë ditë bëj 1, 2, 3, 4, 5, 6 gjëra, kam bërë 1, 2, 3, 4, 5, 6 gjëra, dhe jam i gatshëm të vit punoj për kompaninë tënde, për ty, për ato gjëra që unë mendoj se mund të shtoj vlerë, me 0 lek, derisa ti të mendosh që unë të kam shtuar vlerë dhe të paguash aq sa ti mendon që unë vlej. Kanale televizive që kanë ftuar njerëzit ata që s'kan para të vinë falas, po si unë kam marrë njërin telefon dhe thotë që e glend, unë nuk kam para, po dua të marr pjesë në drejtim. Koha më e mirë për ta shkarkuar një person është dje. Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Unë dhe filloj me kujtuar një shprehje e popullit që thotë më mirë dali syri se sa nani. Pra, të qenit CEO nuk do të thot asnjë nga ato gjëra që ti the aty dhe të gjitha së bashku. Ka raste ku duhet të jesh super vendimarrës, ka raste duhet të jesh urdhërues, ka raste që të jesh i komunikueshëm, ka raste të jesh patjetër i përulur të kuptosh për vend të tjerë, ka raste kur duhet marrësh vendime në grup, ka raste të vendosësh ti dhe pa pritur çfarë vend tjerë. Dhe kjo është çështje qasje dhe çështje psikologjie që ti ke. Disa gjëra një CEO nuk duhet t'i çerdoj dhe t'i lejoj t'i ikë nga duart asnjëherë. E para është vizioni. Një kompani, një brand, një biznes, një shtet, një industri nuk shkon asgjë sekundi pa një vizion të qartë. Mundësisht jetë një dhe vizione, thot Tony Robbins e përmend shkretin për trajnimet e vetë. Vizioni ne mbi vlerësojmë çfarë mund të bëjmë për një vit dhe nënvlerësojmë çfarë mund të bëjmë për 10 vite. A ne karikojmë veten tonë, aq shumë këtë vit do mbas kaq pesh, do arrin të bëj kaq biznes, do udhtoj kaq shumë e lirë dhe harron të projektosh veten tënde ku mund do jem pas 10 vitesh. Ku do jem pas 20 vitesh, dhe duke qenë ti, është edhe kompania jote, se patjetër ose kompania që ti drejton. Pra ne duam nuk duam, brendohemi me atë çka ne përfaqësojmë. Të tre veta pse zgjidhet njëri mbi diellin. Unë besoj tek energjia. Pra, edhe kur vjen puna ke parat, vjen puna ke shumë gjëra tjera që ne jemi dhe ne kemi, kjo thotë që ne nuk jemi në energjinë e duhur si njerëz, si persona, si shoqëri, si vend, si entitet, si grupe tjerë. Për shembull, pa llogaritur këtë se kush është këtu përpara, pra unë dhe ti. Thjesht të llogaritësh se për çfarë më bëhet kjo që ti po bën, ndërkohë që po të bëhet një aktivitet apo flisim për evente që bëhen teatr e tjerë, ka shumë pak njerëz që shkojnë. Pra është turp të mendosh që një bilet teatri sot kushton 3 lekë vjetra. Është për të ardhur keq, pra sa vlerësohet arti dhe një artist. Ndërkohë që po të shkosh një event të tillë në Amerikë, në San Francisco apo kudo, ti nuk paguan dot më pak se sa 100, 200, 500 dollar e tjerë. Fatkeqësisht ne kemi shoqëri të edukuar të rritur, po edhe të rinj, fëmijë të cilët nuk po edukohen me kulturën, nuk e kam vetëm për investimin, edhe me kulturën. Nuk e di se kemi folur bashkë, por unë kam 2 goca siç e di. Dhe nëse unë do jepja vetëm një gjë atyre, vetëm një gjë, do doja që ato të mendonin si investitore. Vetëm kaq. Jo në konceptin e paras. Koncepti i paras është koncepti i fundit fare. Investitore në marrëdhënie. Investitore në kohë që përdor investon apo harxhon atë që më ka mësuar ti. Investitore në libra që lexon, investitore në udhëtime që bën, investitore në të dashur apo të dashura që kanë. Po patjetër, pra nëse në çdo gjë që ne bëjmë, fillojmë pyesin, pyetja e parë, kjo që unë po bëj ose do bëj, ose pa angazhohem për të bëj, është investim, është përdorim apo është harxhim? Nëse është investim, super. Nëse është përdorim, mendoj edhe një herë se nëse e ke përqef, pse jo mos e përdorësh, nëse është harxhim, mos e bëj. Shoqëria jonë duhet të edukohet me këtë qasje. Ne ende
kemi konceptin e besës dhe po e ngrem në një, dhe ky është mendimi im personal, po e ngrem në një sistem me idenë që duhet mbrohet nga UNESCO e tjera. Për mendimin tim, dhe ky është mendimi im personal, më falni që u them, koncepti i besës për mendimin tim është shkritur në atë sistem sepse fatkeqësisht i jemi pa besë. Isha në një ambient ku mbyllëm deals për $100 milion, vetëmisht në gjindore dhe pastaj merreshin avokatët në pjesën e letrave, kontratave e tjera. Ndërsa në këtë shoqërinë tonë, jemi një shoqëri që ende nuk e kemi pranuar konceptin e fjalës së dhënë si kontratë. Kam fatin e madh që nga 2016 që kam filluar këto evente që këtu Vasili, unë jam pjesë e klubit organizator. Dhe kemi patur pa fund raste madhëdhënie televizive që kanë ftuar njerëzit ata që s'kan para të vinë falas, po si nuk ka marrë njërin telefon dhe thotë që e glend, unë nuk kam para, po dua të marr pjesë në drejtim. Nuk e di se çfarë duhet bëjmë, po duhet bëjmë gjëra që ta shkundim pak shoqërinë të mendoj për qasjen më të mirë, më pozitive karshi edukimit të vazhdueshëm tonë. Edukimi duhet filloj ende pa bërë dashuri çifti. Pra duhet filloj që të çiftet të cilët të fillojnë të kuptojnë që prindërimi është shumë më tepër se sa një marrëdhënie seksuale që nesër vjen në një bebë që del. Është shumë më tepër se aq, ti je kontribues për zhvillimin e shoqërisë. Dhe pastaj të lojë të fëmia, ne lexojmë studime që praktikisht ka thonë që deri 3 vjeç formohet rreth 80% e karakterit të një fëmie. Çfarë bëjmë ne deri 3 vjeç? Mos e bëj këtë, mos e bëj atë, kujdes atje, kujdes këtë, mos qaj, mos qesh, mos bërtit. Çfarë mund bëjmë? Pra, të thash pak më përpara që nëse ne përmendim ato gjëra ne japim energji. Ato gjëra që ndodhin shija e tjerë. Kjo është qasja ime. Ta kem gabuar. Pra unë mendoj që duhet t'i japim energji dhe të përmendim dhe flasim vetëm për ato gjëra që duam. Ato gjëra që ne duam të çojmë në nivel tjetër. Jo për ato gjëra që nuk duam. Ajo që nuk duam, ajo që nuk do, ajo që nuk ka vlerë është atje te. Ka për të ndodhur, do apo nuk do ti, duam apo s'duam ne. Ajo çka mund të ndodh apo do të ndodh nëse ne përpiqemi, nëse ne japim atë, nuk po them 110%, por 101% ton, ajo do bëjë ndryshimin e jetës tonë në mënyrën se si mendojmë, si besojmë, si perceptojmë gjërat, si ecim, si rritemi, si jetojmë, si kënaqemi. Pra, unë deri përpara 4 muajsh kam patur 2 objektiva, 2 kam akoma, po vetëm 2 objektiva. Para 4 muajsh e kam ndryshuar të parin. E kisha do jetoj 140 vite i shëndetshëm dhe i lumtur, nga disa ndodhi në jetën time, punë, marrëdhënie e tjerë, e kam ndryshuar në 140 vite i shëndetshëm dhe i paqët. Se lumturia është copëza të vogla që mund të ndodhin në moment caktuar dhe nëse unë e kërkoj lumturinë tjetë për herë në mua, i bie që nuk dhe jemi lumtur, nuk dhe jemi kënaqur. Ndërsa paqja është diçka që unë kam mundësi ta gjej në radhë parë me veten time, me atë çka bëj, me atë çka them, me atë çka përçoj tek të tjerët, me njerëzit që kam rreth qark me ata që vendos të investoj apo të harxoj apo të përdor kohën time. Dhe me ata që vendos të mos ju përgjigjen fare, të bëj blok ke telefoni, ke Instagrami, ke Facebooku, te LinkedIn e tjerë. Dhe këtë kemi ne në dorë. Aq më tepër me teknologjinë e re, është e çuditshme. Në feedin tim nuk më vijnë këto ngjarje të reja që ndodhin, këto vrasje, këto presje. Sepse unë nuk i ndjek. Unë i kam bërë blog, i kam bërë unsubscribe, kam qenë subscriber, dhe nuk më vijnë fare. Pra unë nuk e di që unë e mora vesh që kështë klasër lufta vetëm një ditë më vonë. Pra kishim, sepse nuk e dija, se nuk më intereson. Gabim, mbase, për mua jo. Unë duan të di, a ka mundësi të ketë një algoritëm kush më bën dashuri. Jo se të bën di kush, po. Kush më martohet, kush më bën një festival, ku më bën një koncert bukur, ku ka një trajnim të lezetshëm, ku ka një biznes që fillon rritet, ku ka një fëmijë që lind, ku ka një fëmijë i cili merr një çmim
si fëmijë tanë mrekullueshëm që shkojnë për këto konkurse mbar botën dhe marrin çmime ndërkombëtare. Pse? Kemi një të shkëlqyer nëse orientojmë në shenjat e tura. Se një CEO ka kontakte dhe komunikon direkt me klientët fundor, ai nuk ka një biznes, ai është i vetë punësuar. Pra, klientët e një CEO, klientët direkt e një CEO janë varësit e tij, janë drejtorët, janë stafi, po them deri dy nivele. Pastaj klientët prej vërtetë, klientët fundor ata janë klientët e këtyre prezit më lartë, këtyre strukturave. Prandaj thash ta përpara flisim edhe për Amerikën. Edhe për ne këtu. Duhet ngrejmë sisteme dhe struktura. Sfida, mendoj që kjo është sfida e këtij vjeçari tani. Që shumica e tyre që kanë krijuar biznese dhe janë bizneset e mëdha, biznesmenët e mëdhenj të fillim viteve 90 aktualisht në Shqipëri, janë marrë me në shok. Çka do të thotë CEO-ja apo pronari vendos se kë do ketë administrator ose cili do ketë administrator për 3, 4, 5 kompani, 6 kompani që ai ka. Vendos se kush do jetë pastruesja që pra burimet njerëzore shumë pak struktura i kanë të mirë organizuar dhe të mirë fillta që funksionojnë në këtë Shqipërinë tonë. Dhe merren me detajet më të vogla të marrëveshjeve, ndërkohë që ka avokat, ka departament ligjor, ka drejtor prokurimesh, ka drejtor që merren me shitjet, ka drejtor marketingu, të cilët do të bëjnë secili punën e tyre, ku të marrin të drejta, po njëkohësisht të marrin dhe përgjegjësi. Dhe këtu pastaj kalon te pjesa e strukturës e sistemit i cili është i mirëfillt dhe nesër, pra nëse CEO-ja, siç na thotë pak më parë, që duhet patjetër të identifikohet me kompaninë. Nëse nuk e bën dhe nuk do ta bëjë, nuk do të ishte atë zhvull i gabuar. Pra ai që ka zgjedhur për gabim. Sepse ai e ka, po e bën thjesht për të marrë atë rrogën, pra nuk e ndjen që është pjesa e asaj gjëje. Nuk duhet të jetë. Nuk ka energji, nuk përçon mesazh, nuk do të krijojë strukturë sistem, ose ka gjëra për të fshehur. Pra mund të jetë duke bërë një gjë në tavolinë. Në të gjitha rastet, nuk duhet të jetë pjesë e strukturës. Por nuk duhet ta lëmë vetëm këtë CEO-ja, te leadership-in përgjithësi. Pra leadership apo lider, për mendimin tim duhet të jetë çdo kush dhe duhet kuptojnë çdo kush i cili merr të drejta dhe kërkon të drejta, por njëkohësisht merr edhe përgjegjësi, madje një trajnim që unë kam bërë në 2018 me Grant Cardone, një gjë që më liri dhe e kam vendosur dhe në zyrë. Over promise, over deliver. Pa mbi premton dhe mbi jep. Çfarëdo që ti premton që do bësh, jep edhe më shumë se ajo që premton, edhe pse ajo që premton ishte më shumë se të tjerët premtojnë. Kjo është leadership dhe marrë përgjegjësia. Me një job description total, është që 30% ka leadershipin. Në që se do të krijoj ekspertiza e vete drejt për drejtet i cila është. Shumë njerëz kanë të ndërtojnë njerëz, disa kanë të ndërtojnë sistemat. Disa njerëz nuk i kanë fare idenë se çfarë bëjnë si CEO, dhe bëjnë të gjitha ato që te leadershipi, bëjnë ekspertizën, bëjnë team player, dhe ti takon sa njerëz janë totally burnout, të dhimbet kur i takon. Dhe di cila është fjala e parë që thon? Isha mirë kur isha keq, aman shumë duhet e gjithë kjo. Më është nxjerrë më katër majtunës, nuk punojnë ta për mua, valla punojnë për ta. Po më thiqën ore, po vetë e them shefi marketingut, shko bë këtë. Dhe shefi marketingut më vjen për gjysmë ore me një kërkesë me $30,000, do të blerë dhe kjo, është edhe kjo, sepse është ky formati, por nuk e vëmë të gjë, do marrë dhe njëri, ore shko bëje. Si shtavla, shko bëje. Jo, po që të bëhet kjo, sepse dhe ti ke të bësh me sa njerëz që atje ku tjetër do të bëjë detyrën, ti fillon dhe futesh dhe i bën, jo vetëm të themi ideimin e gjës, po dhe të futesh në praktik. Tani, ajo që unë do doja të pyesja këtu dhe që është vetëm 50% që drejtimi nga lartë. Gjithë të tjera pastaj janë të ndërtuar. Në parim, unë besoj që të gjitha këto janë të rëndësishme, por nëse do të bënim një pyetje ne, cila pjesë e këtyre gjërave në mendimin tënd mund të ndikojë që mund të jetë si një gjë që lidh këmbët, i lidh këmbët drejtuesit, CEOs, dhe nuk e lejon të vej pikë. Për shembull, ku foli të për leadershipin, apo ekspertiza, apo të qenë një game changer,
apo subjektit të tretë. Dhe pastaj do të tregoj me shumë lezet subjektit të tretë të 8 literave tanë që nga 1910 e këtej. Ajo që dua të them është, në çfarë është një gjë që ti mendon, një pjesë e këtyre roleve, të cilat nëse ti e you use it or you underuse it or you overuse it, kjo pengon going big. Dhe going big, le të vjen dakord një definicion, dalja në regional, dalja në global, shtimi i produkteve, shtimi i gjeografisë, siç thash përpara, shtimi i një shërbimi, do me thënë, dalja big, dhe çfarë pengon tek CEO. Nuk po futemi te sistemet. Çfarë unë mendoj, thash në fillim fare, ai që nuk duhet deleguar asnjëherë është vizioni. Çfarë do që mund të marrësh nga stafi, nga bashkëpunëtorët, nga miqtë, nga kolegët e tjerë, ti e merr, e përpunon në veten tënde dhe pastaj e ndryshon, e ridimensionon, por vizioni është ai që ju duhet shitur, e them shitur sepse tash pak më përpara klientët sales janë stafi vet, ju duhet shitur stafit vet, dhe ata jo vetëm ta blejnë, po ta blejnë me dashuri këtë gjë. Warren Buffett thot, sfida më e madhe, se e pyesin për HR, burime njerëzore. Sfida më e madhe nuk janë as ata që janë excelent, janë shumë mirë, as ata që janë 100. Është ky 70-80% që janë good enough, të mirë mjaftueshëm. Dhe mendoj që në çdo biznes, ky 7% që janë ata që e pengojnë të shkoj big, përfshirë dhe vetë CEO-n kur bëhet ky 7%. Të thash për atë dealin që isha unë tavolinë. Pra u byll $140 milion deal me idenë për të shkuar deri 3 miliard në 2028, pra për 2.5-3 vjet sa i bie. Ku produkti ishte në Afrikë, blerësi ishte në Dubai dhe banka transferueshit do përdoreshin në Luksemburg, a Liechtenstein, një nga këto vende. Sa aty kishin ato accounts. Takimi ishte në San Francisco. Pra nuk u bë asnjë gjë nuk kalu asnjë fond në Amerikë, nuk u krye asnjë gjë në Amerikë. Vetëm avokatu më punë kontratë bën nga atje. Ne këtu mendojmë ende, meqense jam fushën e real estate, për një apartament të shesim tek ZVZ apo tek Gjengi Shqiptar, të shesim me 1.500, 1.700, 1.800 metër katror. Është shumë i madh tregu sa kaq. Pra ne sot, nëse duam të çojmë vendin tonë dhe Shqipërinë në një nivel tjetër, duhet mendojmë në ato punët tona të vogla, çfarë gjë që ne bëjmë, çfarë ne mund të bëjmë, mund të kontribuojmë që rritin GDP-n kombëtar. Secili prej nesh. Jo thjesht të rritin të ardhurat tona, të rrisim GDP-n kombëtar. Duke u rritur GDP-ja, rritet qarkullimi i paras, rritet biznesi, rriten të ardhurat, rriten të gjitha. Rriten taksat, kanë tepër kontributet të tjerë, duke larguar vjedhjen patjetër. Por sa më tepër të mendohet në këtë mënyrë, aq më mirë do jetë. Pra nëse ne kemi mundësinë punët tona, bizneset tona, gjërat që ne bëjmë, si të mund të marrim para nga jashtë dhe t'i fusin në ekonominë tonë. Si të mund të përdorin sistemin bankar që bizneset të marrin frymë, të ecin përpara të marrin oksigjen. Si ne të mund të bashkohemi më tepër me njëri tjetrin nëse kemi sinergji të ngjashme. Pra bizneset të ndryshme por sinergji të ngjashme. Brenda një klubi që ne jemi mastermind, unë kam të paktën 3 bashkëpunëtorë që punojnë projektet mia me ata, ku i kam njohur aty. Brenda organizatës strukturës e jemi Rotary, unë kam të paktën 4 bashkëpunëtorë të tjerë që janë duke punuar me ata shumë ngushtë projektet tona. Pse? Sepse unë i njoh personalisht, i njoh si mendojnë, fillojmë të shohim majtas djathtas, para mbrapa, kush mund të jetë këtu bashkëpunëtorë si bashkëpunëtorë ime, partner ose partneri imi, që mund të bëj punë, marrëdhënie, ndërveprim, që na çojë vetëm në nivel tjetër, nga kush mund të mësoj. Dhe kujt unë mund t'i mësoj diçka që ai ose ajo nuk e di. Çfarë unë mund t'i them që ai ose ajo nuk e di. Si mund ta shtyj unë që të bëhet më i mirë. Pra, përmenda pjesën e shtor biznesit pak më përpara. Unë nuk të isha fare ky që jam sot dhe këtë që unë bëj sot, nëse një ditë bukur nuk të kisha pas qasjen si unë mund të takoj Vasilin dhe kam takuar në West Palm Beach në Florida, këtu përpiqesh atje që kemi ca vogël.
nuk isha mundësi të rria më shumë. Dhe pyetja që i bëja vetes çfarë mund të bëj unë që është të shtoj vlerë këtij njeriu. Pra dikush i cili është një person që ne duam ta kemi në jetën tonë, duam të kontribuojmë, duam të bashkëpunojmë me të. Nuk duhet mendojmë çfarë unë mund të marr, çfarë mund të kem, çfarë mund të përfitoj nga ky, po çfarë unë mund të shtoj vlerë këtij personi, çfarë unë mund të shtoj vlerë kësaj kompanie, çfarë shërbimi ose produkti duhet tyre që ta nuk e dinë që i duhet, po unë e di që nëse këta e marrin, këta do rriten, nga aty ku janë do shkojnë në nivel tjetër. Si me Microsoftin, që doli nga Microsofti me diku te $70 bilion worth. Pa patur asnjë lloj risku, asnjë lloj pune, asnjë lloj biznesi. Pra, ajo që ai bëri, ai shkonte tek Bill Gates dhe i thoshte është ky produkti tjetër që mendoj që mund ta sjellim drejt dhe do shtoj 1, 2, 3, 4, 5, 6 gjëra. Okej, thashë super, mund ta bësh, po mund ta bëj. Por, përveç pagës unë dua aksione. Për çdo projekt që ai hapte, ku vetë ishte CEO, merrte aksione dhe i shtonte vlerë realiste. Pa investuar asnjë cent nga xhepi vet, vetëm duke investuar mendjen e vet, idenë e vet dhe duke menduar si mund të shtojë vlerë Bill Gates dhe kompanisë, ai doli nga kompania si një multibilioner, jo milioner. Absolutisht po. Pra, kush nga ne ose a njihni një njeri, juve, që ka shkuar te një biznesmen, që ta kanë si një lloj idulli ose duan kompaninë e tyre, duan këtë dhe ti thonë që i dashur apo e dashur. Unë që me Ken Bici, unë di të bëj 1, 2, 3, 4, 5, 6 gjëra, kam bërë 1, 2, 3, 4, 5, 6 gjëra dhe jam i gatshëm të vi të punoj për kompaninë tënde, për ty, për ato gjëra që unë mendoj se mund të shtoj vlerë me 0 lek, derisa ti të mendosh që unë të kam shtuar vlerë dhe të më paguash aq sa ti mendon që unë vlej. Personi që do të vi të punoj tek ty, a duhet ta mendoj gjithmonë që do të bëhet një co-owner apo në një ekosistem ku ne nuk i kemi sistemet e të qenit në mundësinë e bërjes bashkëpronar, ne duhet shikojmë përkushtimin që të bëjmë punën themon si për Perëndin, që të jemi personi që të kemi vlera dhe kur themi trust, është që vërtet e ka tavolina o dha dora, por ata e kanë vetuar dhe i kanë vetit i çadër dhe e dinë që po tule dikush atje nuk është burxhi që punon që vetëm kazino. Domethënë janë sa gjëra ti kanë parë këto. Deri para pak kohësh më bëja një analizë të ish stafit tim në vitet që 2009. Janë rreth 33 zyra real estate sot në Shqipëri, Kanada dhe në Amerikë që kanë qenë agent mit që nga 2009. Dhe janë bërë brokers. Pra unë jam dhe shumica e dërmuese për tyre janë minjohës, kuptohet ka nga ata që janë minjohës, sepse ka vjedhur. Madje edhe për ata që nuk janë ndarë mirë, vjen super mirë që ja kanë ndarë, se diçka kanë mësuar gjatë rrugës dhe mbase dikur kanë reflektuar diçka dhe kanë thënë që po që mund kishte të drejtë ai. Nëse do të kemi 4 karakteristika të përgjithshme që janë, për të vajtur përpara, duhet të marrësh dikë që është shumë i aftë në marrjen e vendimeve, në njerëzit të ketë mundësinë të shes vizionin sa më mirë dhe t'i bëj ta ndjekin, të jetë influencues, të jetë impaktues, të jetë një person që ndërton, të jetë një person i cili është shumë i aftë të bëj procedurat e duhura, apo të jetë një person i cili di të kalkulojë shumë në riskun. Unë mendoj që marrëdhënia kryesore e një drejtuesi, CEO apo jo, janë njerëzit, sidomos njerëzit që ka pranë vetes. Pra është detyra e tij që ti inspiroj, që ti karikoj, që ti motivoj, që ti shpërblej mirë ata njerëz që ka afër në mënyrë meritokratike, pra jo sepse ka një pozicion dhe do të marrë këtë pagesë apo këtë mirë. Ndërsa pjesa tjetër pastaj mendoj që një nga gjërat më të rëndësishme që duhet një shprehje shumë e bukur. E pyesin çfarë duhet të ketë, cilat janë karakteristikat që të ketë një person që ta kesh lider në kompaninë tënde. Dhe thotë, duhet të jetë një ekspert shumë i mirë, duhet të ketë inteligjencë emocionale shumë të mirë dhe duhet të jetë supervizuar. Okay? Por, nëse thot nuk ka këto të dyja, por ka vetëm zgjuarsi, kujdes nga ai se mund të lëjë në çdo kohë.
Pra, për mua, unë mendoj që një nga gjërat primare që ne duhet kemi dhe të promovojmë në shoqërinë tonë dhe në marrëdhënie është integriteti. Pra, në qoftë se kuptojmë që një person, staf, lider, nuk e ka, ose qalon diku, koha më e mirë për ta shkarkuar një person është dje. Pra, nga momenti që ne vjen dakord dhe bëjmë atë analizën tonë dhe shkarkojmë dikë, ai ka bërë, apo ajo ka bërë 6 muaj dëm kompani, sepse kemi mbajtur tek ajo gjëja se di, gjuna, më vjen keq e tjerë. Dhe të gjitha librat dhe këta shkrimtarët e njohur për sa përket leadershipit dhe zhvillimit, shitjes, marketingut, krijimit sisteme strukturave të tjera thonë fire fast, pra shkarko shpejt dhe merr në punë me ngadalë. Dhe nëse do të bësh diçka për veten tënde, duhet bësh nish në atë gjë që bën, atë produktin sa më të vogël, nish që ti do të jesh i mirë. Dhe tregu ku unë jam, e njoh, ka shumë qirë, ka shumë para, dhe nuk marketohet e mirë sa duhet. Kurdo që thotë që është në biznesin e produktit apo të shërbimit dhe është në rolin e liderit, gënjen. Ne jemi në people's business, biznesin e njerëzve. Biznesin e produktit, shitjes produktit apo shitjes shërbimit, është ai shitsi, është ai personi që shkon dhe takon njerëzit në terren. Nuk je ti si lider. Ti si lider je për të marrë, për të krijuar grupin, skuadrën, për të vendosur sistemet e duhura, për të krijuar strukturat e duhura, për të bërë procedurat e duhura, për të krijuar vizionin e duhur që të ecësh përpara. Kaq. Këtë e parë, si të krijoj një strukturë të fortë në kompani që të mos ndihet largimi i punonjësve. Flet me dikë që nga 30 sa vet staf, tani ka vetëm 19 staf, kështu që por këtë e kam bërë me dashje. Pra, ndofte që unë nuk kisha kohë për veten time, nuk kisha kohë për të bërë gjërat e mia, nuk kisha kohë për palesë, s'kisha kohë për sala, s'kisha kohë për udhime, s'kisha kohë për gocat e mia, s'kisha kohë, sepse isha në funksion të punonjësve. Kam marrë disa vendime të thjeshta, por që kanë bërë këto para 3 vitesh e kusur, bëra një kështu rock bottom experience, pa lash veten dregin, ne i lëmë të gjithë. Askush nuk ka një pozicion të dyshim, se cili ka një pozicion të super qartë se çfarë të bëj, me përgjegjësi të drejta, të shkruara në kontratë. Se fare. E dyta, askush nuk më telefonon mua për të më pyetur për diçka që lidhet me punën e tyre, nëse nuk më japin vetë 2 ose 3 zgjedhje. Po thuajse asnjëherë ne nuk ulemi dhe të diskutojmë për një gjë thjesht për diskutuar. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund t'i bashkohesh një armate të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Motro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.